është një farë, nëse mund të them kështu, moderatori, një farë mbikëqyrësi, është, nëse mund të them kështu, ajo tiku i fundit i shumë çështjeve të rëndësishme shtetërore dhe një president i cili do të ishte përtej partive politike, përmbi partitë politike, mendoj që do të kishte mund me krye këtë punë më së miri. Nuk ajo që ka duhet partitë politike me kërku në këtë rast është që të evitohen mundësitë që presidenti i ardhshëm të jetë dorës zgjatur e qeverisë apo zgjatimi i qeverisë, por në anën tjetër edhe pritet që ai të jetë opozitë, që ta bëjë opozitën për partitë që do duhet ta bëjë në parlament, mendoj që nuk është reale dhe është e dëmshme në fundit, sepse presidenca nuk është një qendër alternative e ekzekutivit, nuk është një oponencë e ekzekutivit. Presidenca, posaçërisht të çështjet